Bence pek zor olmadı. Çünkü hepsi yani bana telefon açtığımda hiç kimse beni geri boş çevirmedi. Yani katılırız dediler. Ben Ramiye Şale Mamuşa Emekçi Kadınlar Dernek Başkanıyım. Demos'tan 3 aydan beri bugüne kadar projemizi aldık. 3 aydan beri projemiz bugüne kadar başarıyla geçti. Në një komunitet të vogël prej rreth 5.000 banorësh, një grup i qytetarëve u mobilizuan për të mbikëqyrur shpenzimin e mjeteve që komuna e tyre i ka përfituar nga granti performancës komunale. E njohur si skema që shpërblen komunat për qeverisje të mirë, granti u ofron komunave mundësinë që të sigurojnë financim për projektet e tyre. Mamusha është njëra nga komunat që përfitojnë nga granti në vitin 2025. Komuna planifikoi që mjetet e grantit të investojnë në gjeneratorë dhe pajisje për pastrim. Projemizde 4 tane jeneratör alınacak. Anadolu Okulu'na, Atatürk Lisesi'ne, Sağlık Ocağı'na ve belediyeye. Makinelerimiz temizlemek için onlar da aynı 4 tane alınacak. Onlardan da Anadolu Okulu'na, Atatürk Lisesi'ne, Sağlık Ocağı'na ve belediyeye. Kur projekti u bë publik, qytetarët u mobilizuan që të kontrollojnë cilësinë. Anëtarët e komunitetit të trajnuar me mbështetjen e projektit Demos ishin gati të kontrollojnë nëse gjeneratorët dhe mjetet për pastrim ishin sipas standardeve. Bir dernek başkanı olarak sen bizim yani sağlık ocağımızı düşünüyorsun, okulları düşünüyorsun. Mamuşa'da böyle bir iyilik yapmayı düşünürsen eğer biz de bir kadın olarak sana destek olacağız. Hepsi bana yani hiç zorluk çekmedim bugüne kadar. Hepsi davetimi geri çevirmedi, geldiler. Blerja e gjeneratorëve u anulua në procedurën e prokurimit për shkak të specifikave teknike, ndërsa Mamusha vazhdon procesin e furnizimit me pajisje për pastrim. Të trajnuar për të mbikëqyrur prokurimin publik, ekipi i auditimit social dha rekomandime për fazën tjetër. Ata rekomanduan ndryshim të kritereve në dosjen e gjeneratorëve për të mundësuar blerjet. Komuna u zotua se do t'i marrë parasysh rekomandimet.